Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Tre shenjat e para të infarktit tek femrat që nuk duhet i injoroni. Ne gjithmonë e lidhim dhimbjen e gjoksit me infarktin në zemër dhe me të drejtë, por kjo nuk është gjithçka, veçanërisht tek gratë, ndërsa dhimbja e gjoksit është simptoma më e zakonshme e një infarkti, gratë mund të kenë simptoma që nuk janë as pak të lidhura me këtë dhimbje. Ato duhet të jenë vigjilente për simptomat të tjera më tinzare. Ja 3 simptomat që duhet i keni kujdes dhe mënyrën si t'i dalloni nëse ka apo jo arsye për t'u shqetësuar. 1. Lodhje pa zakont. Ashtu si shumë femra, ndoshta ju punoni pjesën më të madhe të kohës, mund të duhet të kujdeseni për një familje, të mbani një shtëpi, të punoni jashtë saj dhe të kujdeseni për prindërit tuaj. Me shumë gjasa jeni të lodhura gjatë gjithë kohës, por ja kur duhet t'i kushtoni rëndësi lodhjes në qoftë se ajo është e pazakont. Kur papritmas ndjeni të raskapitur pas ushtrimeve tuaja rutinë, megjithëse jeni në qetësi, ndjeni lodhje apo rëndim në kranaror. Për punë të vogla si rregullimi i shtratit, ecja apo pazari, ju lodheni së tepërmi. Kur edhe pse ndjeni jashtëzakonisht të lodhur, përjetoni gjithashtu çrregullimet të gjumit. Së dyti, djersitje apo gulqim. Ndërsa kalojnë vitet, tek femrat mungesa ushtrimeve dhe shtimi gradual në peshë shkaktojnë probleme si vështirësi në frymarrje. Afshet e nxehta janë një ankesë e zakonshme për shumë gra gjatë menopauzës, por këto simptoma mund të sinjalizojnë një problem në zemër kur ato ndodhin në situata të caktuara. Djersitje e papritur apo gulqim ndërsa jeni në qetësi. Vështirësi në frymarrje që vazhdon të përkeqësohet me kalimin e kohës pas ushtrimit. Gulqim që përkeqësohet kur rini shtrirë dhe përmirësohet kur qëndroni në këmbë. Djersitje të ftohta, por nuk kanë arsye të vërtetë për këtë shqetësim. Djersitje apo gulqim të shoqëruara me simptoma të tjera, si dhimbja e gjoksit apo lodhja totale. 3. Dhimbje në qafë, nofull apo shpinë. Në qoftë se keni një parati e cila fillon apo përkeqësohet kur jeni duke ushtruar dhe pastaj ndalon kur ju ndaloni, duhet të kontrolloheni. Këto janë disa shenja të tjera që duhen kërkuar. Te gratë në veçanti mund të ketë dhimbje në secilin krah, jo vetëm në të majt si shumë burra. Dhimbja në pjesën e poshtme ose të sipërme të shpinës shpesh fillon në krahëror dhe përhapet në disa zona. Dhimbja ndonjëherë është e papritur, jo për shkak të ushtrimeve fizike dhe mund të edhe transjojë nga gjumi natën. Ju mund të ndjeni dhimbje që është specifike në anën e majt dhe pjesën e poshtme të nofullës tuaj. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.